Koincidenca ka. Koincidencat janë në të njëjtën kohë dhe sprov më vete. Që shiko, ju pretendoni që muaji Safar nuk ka lidhje me tërslëkun dhe nuk ka lidhje me fatkesit, ja ku kemi fatkesit e ndryshme të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i paska ndodhur pikërisht në muajin Safar. Por nuk është muaji Safar i vetmi muaj në të cilin ka ndodhur probleme të ndryshme. Ka ndodhur edhe në muajt e tjerë. Vrasja Hamzait nuk ka qenë në muajin Safar, vrasja e Umerit nuk ka qenë në muajin Safar, vdekja e Fatimes, e Hatixhes nuk ka qenë në muajin Safar. Po ashtu me fjalë hyrja në tokët e Butalibit ose në pjesën e Butalibit që për embargon me fjalë nuk ka qenë në muajin Safar. Ka plot peripeci të tjera në jetën profetike që nuk kanë lidhje me muajin Safar. Çka do të thotë që janë dhe muajt e tjerë. Atëherë i bie që ne edhe ato muajt e tjerë ti quajmë muaj të shllëkut. Është këllë koincidencë që në shumicën e rasteve në pamje të parë duken gjëra, domethënë vërtet fatkeqësi të mbledhura në këtë muaj, por po të shikojmë me vëmendje, dëbimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë, në pamje të parë duket si një fatkeqësi, po ajo nuk është fatkeqësi, sepse me kalimin nga Mekka në Medinë, atëherë u formua shteti i parë Islam, çka nuk e formoje dot në Mekë, u vllazëruan muslimanët dhe u shtuan numri i tyre, çka nuk e bëje dot në Mekë. Pra në pamje të parë duket si keq, por është ajo që përmendesh parë, rubba darratin nafi'a, ndoshta një dëmtim, ndoshta një fatkeqësi, ndoshta një sprov ka dobi në të. Pra ne shikojmë përfundimin, që është dobia, dhe nuk shikojmë fillimin, që në pamje të parë neve na duket si kur është vërtet një lloj fatkesie. Duke bazuar të kjo, nuk themi që muaj Safar vërtet që ka muaj i tërslëkut. Pse? Sepse domethënë do të shikojmë fillimin dhe përfundimin e punëve. Është vërtet që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam u sëmur sepse Zoti domethënë do të tregonte një lloj mesazhi, një lloj urtësie që ne disa prej tyre i përmendëm. Nga ana tjetër po ashtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk vdiq në muajin Safar. Filloi sëmundja këtu, por faktikisht fatkesia më e madhe të sahabët ka qenë sëmundja apo vdekja. Ka qenë vdekja dhe vdekja ka ndodhur në muajin Rabiul Awwal, muajin që pason Safarin. Që do thotë akoma më e rëndë se sëmundja është vdekja, fatkesia e madhe që ne inshallah kur të vijë muaji Rabiul Awwal do të flasim edhe për këtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Por çfarë ndodh? Domethënë, po të shikojmë me fjalë fillimin dhe mbarimin e çështjeve, do të kuptojmë që nuk ka lidhje me tërslëkun, por janë të gjitha ato vepra, ato punë, ato ngjarje, histori të ndryshme, ndodhi të ndryshme në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që Zoti i Madhërisëm, Zoti i Gjithdijshëm i ka caktuar dhe janë zbatuar domethënë me urtësinë e tij hynore.